papritshme. 389 në ligën e parë sot të mboshti Lirin, një fitore e bindshme e skuadrës nga Mitrovica, një fitore e Tanir Gani Sejdiu, i cili fundit mund të quhet edhe shkaktar i një shkarkimi të trajnerit Liridan Leci nga Liria. Një gjë e tillë për Kanal 10 është konfirmuar nga drejtuesit e klubit Prizrenas. Ata kanë bërë mbledhje pak minuta më parë dhe e kanë shkarkuar Liridan Leci, edhe është bërë njoftimi për të, pra është njoftuar edhe Liridan Leci për shkarkimin e tij, derisa më njëherë kanë filluar bisedimet me një trajner të huaj nga Turqia dhe gjithçka pritet të vendoset gjatë ditës së nesërme, në rast që ky trajner nga Turqia nuk shpreh dëshirë dhe nuk ka gatishmëri të vijë në Liri për të udhëhequr për pjesën e mbetur të stinorit skuadrën nga Prizreni. Atëherë, në listën e dëshirave të drejtuesve të Liris janë edhe 2 trajnerë kosovar, bëhet fjalë për Ismet Munishin dhe profesor Bylbyl Sokolin. Gjithçka do të vendoset brenda këtyre 3 emrave, trajneri turk dhe 2 trajnerët nga Kosova, Ismet Munishi dhe Bylbyl Sokoli janë në listën e të preferuarve të drejtuesve të Liris për vazhdimin e kampionatit në ligën e parë. Ballkani ka arritur një fitore të rëndësishme në Gjilan, duke mboshtur Mozal minimal 0-1. Drita pashtu fitoi në Ferizaj 1-0, Malisheva mboshti Prishtinën e Re 1-0, Drnica Llapi luajtën Baras 1-1 në një ndeshje me shumë polemika. Do të jenë këto temat që do të flasim sonte me të ftuarit që kemi sonte në emisionin Kampionat. Po filloj me prezantuar Simpre Pollin, trajnerin e futbollit kosovar. Taner, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi si gjithmonë. Samir Saiti gjithashtu është sonte me ne. Samir, faleminderit, kënaqësi. Faleminderit për ftesën. E përmenda shkaktarin e shkarkimit të Liridan Lecit, në thojz apo e quajmë shkaktar, është ajo që pak çdo trajner